Shqipëria po përgatit një kuadër të ri ligjor për njohjen e kualifikimeve profesionale me synimin që profesionistët shqiptar ta kenë më të lehtë ushtrimin e të njëjtit profesion në vendet e Bashkimit Evropian pas anëtarësimit. Ministria e Arsimit ka hedhur për konsultim publik projektligjin për njohjen e kualifikimeve të fituara në vendet e BE-s, zonës ekonomike europiane dhe Zvicrës. Nisma synon për afrimin e plotë të legjislacionit shqiptar me direktivat europiane dhe vjen si pjesë e detyrimeve të Shqipërisë në procesin e integrimit. Në thelb, sistemi i ri parashikon njohjen reciproke të kualifikimeve për profesionet e rregulluara në mënyrë që një person i kualifikuar në një shtet të mund të ushtrojë të njëjtin profesion edhe në një shtet tjetër. Projektligji lidhet veçanërisht me 7 profesione: mjekët, infermierët, stomatologët, kirurgët veterinar, mamit, farmacistët dhe arkitektët. Për këto kategori, Shqipëria ka nisur prej kohësh për afrimin e kërkesave minimale të formimit me standardet e Bashkimit Evropian. Por gjatë procesit të screening për kapitullin 3, Komisioni Evropian ka evidentuar se kuadri shqiptar ende nuk ka transpozuar plotësisht rregullat për njohjen e kualifikimeve profesionale dhe testin e proporcionalitetit. Pikërisht këtë boshllëk synon të plotësoj ligji i ri, duke krijuar një sistem të unifikuar dhe procedura më të qarta për profesionet e rregulluara. Shqipëria ka ndërmarrë ndërkohë hapa të ngjashëm edhe në nivel rajonal përmes marrëveshjeve të njohjes së ndërsjellë të kualifikimeve profesionale në kuadër të cefta. Efekti plot i këtij sistemi do të lidhet me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku profesionistët shqiptar do të mund të përfitojnë nga rregullat e tregut të përbashkët dhe lëvizja e lirë e profesionistëve.